Një ngjarje tragjike ka tronditur fush Kosovën. Sot familjar, miq dhe të afërm do t'i japin lamtumirën e fundit 32 vjeçarit Andi Spahiu, i cili dyshohet se humbi jetën pas një ngjarjeje të pazakont dhe të rëndë. Sipas informacioneve të publikuara, Andi Spahiu dyshohet se u ngufat gjatë ngrënies së shalqirit, pasi një cop ushqimi i kishte mbetur në fyt, duke i shkaktuar vështirësi të mëdha në frymarrje. Ai u transportua me urgjencë me autoambulancë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku mjekët bën përpjekje për t'i shpëtuar jetën. Megjithatë, pavarësisht ndërhyrjes së stafit mjekësor, 32 vjeçari nuk arriti të mbijetojë dhe vdekja e tij u konstatua rreth orës 14:15 minuta. Familjarët kanë bërë të ditur se ceremonia e varrimit të Andi Skender Spahiu do të mbahet sot në orën 17 në varrezat e fush Kosovës, ku ai do të përcjellet për në banesën e fundit. Ndërkohë, me urdhër të prokurorit, rasti është hapur si hetim mbi vdekje, ndërsa trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi, me qëllim të sqarimit të plotë të rrethanave të vdekjes. Ngjarja ka prekur shumë qytetar, duke rikthyer vëmendjen te rreziqet që mund të sjellë ngufatja gjatë ngrënies, edhe në raste që në pamje të parë duken krejtësisht të zakonshme.